afert edhe me palestinezët. Ngom që përvoja jemi jetësore, po edhe... I tash, thu dhe mund të flasë, mund të flasëm për të. Gjdo sent, të Game of Thrones si është një shpreje që mu më pëlqen shumë, gjdo sent që thuhet pas fjallës sport, është vesh jashtë qitje. Kur ti më folë mu, unë më shetëson viktimat e Palestinës, por, o kuj ma beti, se ki seriosisht, ecime, shkajmë tutje, kësaj nuk i pengon, sosh hera par që diskutojme këtë zoj. Edhe, është komplet këshum, sy patrembur ndaj regjimit fashist edhe mbështet mëre. Qa menon, një pyetje, zoj, me këtë respektin, qa menon për ty, a është kriminel Benjamin Netanyahu? Apo ajo? Ishtë jo. A është, a nuk është? Kur quani dy fajtor, Hamasin dhe Netanyahu, janë dy gjëra shumë të lartë. Apenin, nuk ja qëtë gruja me thonë është kriminel. Kjo fashizëm, be. A është kriminel Benjamin Netanyahu si pas teje? Kush e filloj luftën ishe Hamasi, dhe në qovë se ti fillove një luftë, s'karën si se qëfar për masë është me lufta, përbaloje, pëse nuk e përballon. Ti e filloj... Apenini, po e qëtë muhabetin në balans forcave. Oj zoj, val, zonjush, nuk mundesh me nis rrëfimin ku të leverdis ty. Historikisht Serbia ka pushtuse, po zyrtarisht na kemi nis luftën. E kemi solmu e Serbin në Likoshane e në Qeres. E tash me pas imaginoni atë Klintoni me thonë, ta e ka nis durone. A pe kuptoni ku jemi? A pe kuptoni që ka mbështet një regjim kriminal be? Edhe kjo del ma vesh petkun e gazetarës objektive mu, ma vesh petkun e analisës ndjeshme, kjo sosh as objektiva se ndjeshme, po thjesht ku dalon kjo për Netanyahu të adikuan, nuk e ka fuqinë ekzekutimit, se këtë me nga vret këto. Kush vrau 1500 veta të pafar? është e vërtet i kanë vra, amo historia Palestinë-Izrael nuk nisë që aty, nuk nisë 2023, nisë shumë ma herët, është konflikt ma i hershëm. Po t'i vazhdo bëne papagallin, shaj sa të mundi se t'ka randorë, se jo. Netanyahu ka udhëzimet të cilat a i po i zbaton. Netanyahu nuk... Udhëzime me brotin në cit. Dhe duhet të sigur që... Udhëzime me brotin në cit. Cilin udhëzim e pas ka Netanyahu, mëre? Letë nga ka zonë burimin që edhe ata letë hinë listën e kriminelve të luftës. Për popullin e Izraelit, unë nuk t'i dëgjoj asë njerë të frisin si kur një fjalë, se çfarë vuajtje ka më këtu, ju nuk mund t'a shikoni nga televizori. Je ka folë në pozicione komode, je ka në paraqitësh prej ambienteve shumë luksoze këtu, edhe unë vujtje. E vetë mja vujtje e jotja është urrejtja që e kine racave, se ti e fashiste. Që kjo është vujtja jote, ti e fashiste. Ti e fashiste që nuk bënë në njën hiq hapësin mediatike. Ti po vujtje. Sepse në këtë ras po gjykoni edhe një... Mërë apenin, vujtje, këqyre prej ku paraqitot, këqyre par pozicioni komod, këqyre ambientin që arreston, unë po vujtë ke. A di ku po vujnë kjo? Se së që të vra ma shumë palestines, si në gjemi e Hoxha, që shkruan këtimet vjeta, jem pishmon, se s'ka vra ma shumë në Hoxha. Unë e dua popullin palestinez, juve jo. E donë vdekon. E donë vdekon popullin palestinez. E donë. Unë jetoj me popullin palestinez, po jo me terroristat që ju mbështesni. Po i zoj, po, Hamasit... Popullin e duan, popullin e mbrojnë. Izraeli popullin e mbron, me sa ka mundësi. Okej, po ta pranoj. Hamasi është organizim terrorist pajtona. Netanyahu është kriminel. është terrorist. Mos e bon papagallin, ngon njerë. Hamasi është terrorist, edhe jemi tu pajtue. Kallëzom, Benjamin Netanyahu është kriminel. Mjep një siguri jetët i mua, mjep një siguri jetët. Kush ma japi sigurin e jetës mua? O këbëja, 6 veta, 8 veta u vra në autobus, dhe i doli Hamasi me armë, burin terrorist. Zoti jem. Kemi një realitet të rihi. Jo bre, jo, ka dalë, qakmaki, nuk ka me kalu që shtunë kjo punë. Jo, ka jo, kjo se pranë. Jo bre, jo, po shikusit, jem ka du me shpërfaq, para media, a shikusit tonë që më në këqyrin, e që jonë shumë, që kjo zë fashiste. Une, pe pranoj. A bën një minut. O, një minut ato veç. Një pytje, nalu pusho. Një pytje, po, Hamasi është organizim terrorist, pajtona me ty. Benjamin Netanyahu është kriminel. Apo ajo? Jo, u krye, që kaq. Ti je si ai si ti.
Një sekond, Netanyahu nuk është, ta shpjegova, Netanyahu merr Shpjegove në senda, edhe ekipët e ndimin që po shpjegon tia. Netanyahu i duhet sigurimi shtetit tia. Të bëj një pyetje tjetër, pse Libani brenda shtetit tia, shteti libanez po lufton Hezbollahun. Edhe kjo tia nuk ekziston si për emër në gjuhën shqipe. I ti ose